تتقطع وسيوفنا من نبضهم تتقطع جاهد بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimi dhe lavdërimi takon vetëm Allah subhanahu wa ta'ala. Ato e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ndërsa salavatet dhe selamet ja dërgojnë as zotërisë së pejgamberëve Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes tij fisnike, shokëve tij besnik, edhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin edhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Jemi në vazhdim të shpjegimit të shenjave të vogla atyre të cilat kanë ndodhur edhe atyre të cilat janë në vazhdim duke ndodhur, të shenjat e kiametit që i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Dersën e kaluam vetëm se përmendëm shkurtimisht se prej shenjave të kiametit është edhe përhapja e kamatos. Përhapja e kamatos, sa që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në kohën e fundit tek njerëzit e umeti janë do të vjen një kohë që askush prej njerëzve nuk ka me shpëtu së paku nga pluhuni i kamatos. Kjo dietarët kur flasin rreth këtij hadithi e cekin se atë shumë që ka me ushtru tregtia mes njerëzve, por se do të shtohet tregtia jo në mënyrë të rregull, jo tregtia halal, aq shumë sa që njerëzit do të bëjnë tregti sa që asnjëri nuk ta pyet veten e vet se prej ka ka fitu pasunin, a ka fitu pasunin prej halalit, apo ka fitu pasunin prej haramit, por vetëm se ta grumbullon atë edhe të bëhet i pasur, që askush prej njerëzve nuk ka me lënë spaku veten e vet, pa e përdhi me diçka, me ndonjë pjesë prej kamatos, Allahu na ruaj prej kësaj. Dhe sa thot Allah subhanahu wa taala në Kur'an, ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu ar-riba, o ju të cilët keni besuar, edhe çdo herë që Allah subhanahu wa taala në Kur'an i referohet besimtarëve ku thot ya ayyuhalladhina amanu, është e duhur edhe është për vepra shumë të mira që besimtari me hi atë ajet, me meditu edhe me hulumtu rreth dispozitave të atij ajeti. Nuk është e njëjta sikur kur thot Allah subhanahu wa taala ya ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, është fjala për besimtar, ata të cilët e kanë besuar Allahun, edhe ata të cilët e besojnë ditën e fundit. Nuk është e njëjta sikur se kur thot Allah në ajete të tjera ya ayyuhan nas, o ju njerëz. Sepse kur thot ya ayyuhan nas i referohet të gjithë njerëzve, besimtarë dhe pa besimtarë, i referohet të gjithë njerëzve. Ndërsa ku Allah subhanahu wa taala e cek në Kur'an ya ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, aty automatikisht do të ketë një rregull, do të ketë një paralajmërim për besimtarët që ata të kenë kujdes mas asaj se çka do të vjen në ajet. Allah thotë në këtë ajet ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu ar-riba. O ju të cilët keni besuar, mos e hani, mos u sheni prej kamatos. Prej shenjave tjera që ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë edhe dhuhurul ma'azif wa istihlaluha, thotë shfaqja e instrumenteve muzikore edhe bënia halal e tyne. Të thotë janë dy gjëra. Ku thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmend këtu se shfaqja e instrumenteve muzikore. Përveç se shfaqja e instrumenteve muzikore që mundet me qenë fitne, edhe është fitne për besimtarët, edhe është një sprovë veti për besimtarët, wa istihlaluha, edhe bënia halal e këtyre instrumenteve. Edhe këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se ka me pas për njerëzve, për umetit tina, për besimtarëve, që kanë me i shfaq të instrumente, kanë me i përdor të instrumente. Po ashtu ka me pas për këtyre njerëzve, për besimtarëve, që edhe kanë me i bo halal këto instrumente. Kanë me i bo halal këto instrumente. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Sahel ibn Sa'd, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se në kohën e fundit ka me u shfaq shumë sjelljet e turshme tek njerëzit. Në kohën e fundit të këtij zamani kanë me u shfaq tek njerëzit sjelljet e shumta të turshme, ka me u shfaq shumë poshtrimi, edhe ka me u shfaq mashtrimi i madh tek njerëzit. Është hadithi i parë që përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa në hadithin e dytë ku thot wa mata dhalika ya rasulullah, ku pyetet e kur ka me ndodh kjo i dërguari i Allahut, kur kanë me u shfaq sjelljet e turshme tek njerëzit, kur njerëzit kanë me pas sjellje të turshme edhe nuk ka me interesu asnjëri prej njerëzve se çka është u bë me sjelljet e tina, apo kur ka me u shfaq tek njerëzit poshtrimi,
Thot wa mata dhalika ya Rasulullah, e kur ka ndodhur kjo i dërguari i Allahut, thot idha dhaharatil ma'azif wal qainat. Thot atëherë kur tek njerëzit do të shfaqen instrumentet muzikore edhe do shfaqen këngëtarët. E përmend fjalë wal qainat, është fjala për këngëtarët, ato të cilat recitojnë, ato të cilat këndojnë, apo valltarët ka ardhur në disa transmetime. Çatëherë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend këto, se kur shfaqen çdo instrumentet muzikore, edhe kur dalin çdo këngëtarët në shesh tek njerëzit e umetit jam, çatëherë thot kanë me dal sillet e turshme tek te njerëzit, çatëherë thot ka me dal poshtrimi i madh tek njerëzit, edhe çatëherë thot ka me dal tek ta mashtrimi i tepër që kanë me pas ata. Kjo për shenjave wa hadhihi al-alamatu qad waqa'a shay'un kabirun minha fi al-usul as-sabiqa. Thot autori se kjo është për shenjave që vetëm se ka ndodhur me të shumt, me të madhe në kohët e mëhershme, në popujt e mëhershëm. Nëse që kjo shenjë, shfaqja e instrumente muzikore, edhe shfaqja e këngëtarëve dhe vallëtarëve të ndryshme, pas ka ndodhur tek popujt e mëhershëm, tek kohët e mëhershme, si është gjendja sot. Si është gjendja sot ku sot edhe më shumë të kije për hapjen e instrumente muzikore. Sot edhe më shumë ti e kije që në momentin që ti del për shtëpis, ose edhe hiç pa dalë për shtëpis, në shtëpitë e besimtarëve, në shtëpinë e muslimanëve, ki me nije instrument muzikës, ki me nije ndonjë muzikë, ki me nije ndonjë këngëtar. Tashti në kur themi të shtëpitë e muslimanëve nuk duhet me marr dikush pe vllaznive ose pe besimtarëve, se po themi te secila shtëpi e tyre. Ne jena duke folur përgjithësi. Ne jena duke folur përgjithësi edhe tek ajo të cilën na e shohim, që momenti që besimtar nuk i kushtojnë rëndësi asaj se çka familja e tij na këshyr televizor. Momenti që ti nuk i kushton rëndësi, po veç tregim është ky. Është një tregim popullor aty. Po ai tregim popullor 2 minuta po ka fjali, 10 minuta ka veç muzikë në to. Veç muzikë në to. Po tregime po na kallzojnë pak çka ka ndodhur më herët me popullin ton, pak para lufte, po na kujton kohët e mëhershme. Po, shumë e mirë. Po kohët e mëhershme mund të kujtu ka dhe libra që shkruan për popullin ton se çka ka ndodhur më herët. Nëse ti don me ditë se çka ka ndodhur më herët, do me mësoj historinë tonë, ki libra për me mësua ato, nuk kam jetë për seriale edhe për filma me mësua ato. Sepse aty po ka muzikë dhe instrumente ndryshme. Po na nuk pengojnë, nuk e kena lëshu për muzikë, e kena lëshu për ato. Këtë është në rregull. Porse një herë, 2 herë, 10 herë, mas 100 herë, mas 100 episodave, ty që ajo muzikë të bëhet këtë normale. Ty që ajo muzikë të bëhet këtë normale, se ajo shkon kada, pik të lonë zemrën tënde. Një guri me e lonë, me një vend, edhe me një kodë gjatë me i lonë, veç pika tujt me i radhë, dikur ka me e qato. Dikur ka me e qato. E njëtë është edhe me zemrën tonë. Gjynohe kadal, pika të vogla, vetëm që dikur ki me ngurcu ato. Ki me ngurcu zemrën tënde. Edhe mo ti nuk ki me pranu të vërtetën vetës tënde. Pse? Se mo tu ka bëjë normale. Se ti e mësu të jetu me qëto. Edhe tu ka me të bu normale, edhe mo nuk ki me pas det, sa jetu një muzikë ato, apo nuk jetu një muzikë. Do njëherë deri sa në udhubila për kësajna, kërkuna folje për Allah, që Allah me në rrujt për kësajna gjendje, me shku edhe ti vetë të në më veturën tonë, ose vetë të nej dukone lirë, më kun t'i për atyre që vetë e lëshon qëtë muzikë, ose vetë i lëshon qëtë instrumente. Se kur thot këtu autori, kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se wa istihlaluha, edhe kanë me i bo njerëzit halal këto instrumente, kanë me i bo halal këto muzika, është se ka për njerëzit dijes, që i thujnë vetës për njerëzit dijes që e din Kuranin edhe e din hadithin, që e kanë bo halal qëtë muzikë. Ka për tyre që e kanë bo halal qëtë muzikë. Qëre, që ajo muzikë që të kalëzën tyje për me dash nënën, për me dash vatanin, e që ka fjallë të mira, që ajo së më nuk më kohën haram. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë se ka me pas për umetit tem që kanë me i leju instrumentet muzikore edhe aty kanë më shfaqet edhe këngëtarët. Muzikën kimenin fjallë ndryshme në popull se muzikën e bën haram fjallë të turshme, nëse aty shahot, aty ofendohet dikush ose ka fjallë jo të mira aty, që kjo e bën haram. Se të ke fundit ajo vesh një poezi. Ka pas për tyre që kanë shku edhe ma larg. Në udhubila për kësajna, që si një poezi, si kur ti kur e reciton Kuranin, në udhubila, si kur e reciton ti Kuranin, nejtë e laj për reciton. Ka pas kësi në të muslimanët, edhe kësi krahasime, se njëjtë si kërse ti që ishë kënon Kuran, reciton Kuran, edhe aje kënon një poezi. Ka pas edhe në kone pejgamberit që kanë kënu poezia. Në udhubila për këtyre krahasimeve,
Do të me pas shumë kujdes për asojnë duke kuptuar hadithin saktë çka po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çdo instrument, ke çfarë ke ai, ose u tha çfarë u tha në poezi. A me dosh non, a me dosh vaton, a me dosh fejn, a kën me dosh. Momentin që ka instrument që aty, ajo bëhet haram. Momentin që aty është veç një instrument, veç një vi melodike qoftë ajo bëhet haram. Qëse ato nuk janë të bëhen haram. Nuk janë të bëhen haram këtu që tash, përse që ato e ka bëu maspari Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, pastaj e ka bëu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tina. Wa adhamu min dhalika istihlalu kathirun min an-nas lil ma'azif. Thotë edhe më e rëndë për kësajnë është kur dalin njerëzit edhe vazhdojnë edhe me i bua halal që të instrumente muzikore. Ku më e rëndë është që ka pe i muslimanëve që nëse ti i thu se muzika është haram, nështë ta ka me të mirë gjallë. Kejti i bënët haram, s'lat kur gjë halal. Një muzik, një kur gjë momenti që ti vazhdon me e zvoglu e mëkatin sytë të, dije se që aja vetëm se ka peshën e madhe të Allah subhanahu wa taala. Momentin që një mëkat në sytë të duket shumë i vogël, dije që te Allah subhanahu wa taala është edhe shumë i madh. Çka nëse Allah nuk e pranon më pendimin tënd për shkak të asaj që ti e bën? Çka nëse Allah subhanahu wa taala nuk i pranon më duat e tua që ti i bën për shkak të atij mëkati që ti duke e përbuz, kur gjë s'është? A ka diçka më të rëndë se Allah subhanahu wa taala mos e më ta pranoj ty duajën? A ka diçka më të rëndë se Allah subhanahu wa taala mos e ta pranoj ty pendimin? Edhe kur kthehesh në esencë kur e sheh, është për krejt diçka të vogël që ti vetëm se e ke përbuz ato, në udhë billah kërkojnë falje për Allah subhanahu wa taala. Në hadithin tjetër ku e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se la yakunanna min ummati, thotë ka me pas njerëz prej umetit tem se kanë me leju prostitucionin, kanë me leju e mëndafshin me vesh mëndafsh, edhe kanë me leju instrumentet muzikore. Thotë ka me pas prej njerëzve që kanë me orë në popullin tem që kanë me leju këtë gjëra të tilla. Edhe kur thotë kanë me orë për në popullin tem, do thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith flet që ka me pas njerëz prej besimtarëve, prej muslimanëve, se ummeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë ata të cilët e kanë pranuar sa për pejgamber edhe e kanë besuar ato për pejgamber. Thotë kanë me pas prej njerëzve që kanë me leju prostitucionin, kanë me leju e mëndashin me uvesh me tesha të mëndashta, edhe kanë me leju instrumentet muzikore. Tjetra që e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka me ardhur tek njerëzit një kohë thotë kusatu shurbil khamri wa istihlaluha. Thotë ka me pas për njerëzve të cilët nuk ka me ndodhë kiameti përderisa tek njerëzit do të shfaqet shumë pirja e shumë të alkoolit, po përveç sajna edhe bënja halal e tina. Pirja e shumë të alkoolit edhe bënja halal e kësaj pije. Dhahra fi hadhihi al-umma shurb al-khamr. Thotë vetëm se në këtë ummet, në ummetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është shfaq pirja e alkoolit. Është shfaq pirja e alkoolit. Wa tasmiyatuha bi ghayri ismiha. Edhe çka është më e rëndë se kjo, thotë edhe vazhdimi i emërtimit të alkoolit me emra të ndryshëm. Ai alkool është, por se vazhdimi i tij me emra të ndryshëm. Waladha min dhalika istihlalu ba'd an-nas laha. Thotë edhe më e rëndë se kjo, edhe më e poshtë se kjo, është kur ka pe njerëz që vazhdojnë edhe me e bue halal ata. Edhe me e bu halal ata. Wa hadha min amarati as-sa'a. Edhe padyshim se kjo është për shenjave të kiametit që nuk ka menduar kiameti përderisa të ketë njerëz që do ta bëjnë halal to. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam min ashrati sa'ati wa dhakra minha wa yushrabu al-khamr. Thot pe shenjave të kiametit edhe përmend për tyre se është pirja e alkoolit. Wa minha rawahu Imam Ahmed wa Ibn Majah, për këtë hadith e transmetojnë shumë për transmetime të më të mëdha në Sunenin e Imam Ahmedit gjendet, po ashtu gjen në Sunenin e Ibn Majahs. Edhe Ubadah ibn Samit kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la tastahilanna ta'ifatu min ummati al-khamru bi ismi yasammunaha iyyah. Thot ka me pas njerëz prej ummetit tem ku kanë me vazhdu edhe me leju e pirjen e alkoolit duke e emërtuar ato me emra të ndryshëm. A nuk kena në ditën ku duke jetu sot? Sot nuk njihet veç me alkool, por se ki emra të ndryshëm që i kanë nue njerëzit vetëm për mi andrua, tek e fundit në esencë ajo prapë mbetet alkool. Edhe ki pe njerëzve të dihet se që kjo është halal se nuk e ka këtë përqindje mbash sa dohet. Kjo e ka veç një përqindje të vogël, por se kur hen atje edhe vazhdon i heket ajo e madhe, i heket ajo e se ajo desja krejt. Pa më parasysh, diçka që Allah subhanahu wa taala
e ka bo haram pjesën më të madhe të sajna, është rregull në usul. Ajo se çka e madhe asaj është haram, dihet edhe ajo e vogla, pjesa më e vogla e sajna është haram. Nëse alkooli për më udhime të hub vedi atyje është haram, dihet edhe nëse veç një kapak e kërkon ti, edhe që ajo është haram. Përveç kësajna, edhe rruga që çon që për me pi alkool është haram. Përveç kësajna, edhe ai i cili vazhdon me punu atje për me bë të vrejtë për me kultivu alkoolin, edhe aty është haram. Pastaj ai i cili e shërben ato, ai i cili e pen ato mos flasim për këtë kategori, ai i cili e shërben, ai i cili e shet, ai i cili e bën veç me kep. Po unë punoj unë punoj delirori këti kam të punë, aty nuk ka veç alkool, aty ka edhe produkte tjera të ushqimit, po ka edhe disa gojve me alkool, këtë është në rregull. Nëse ti je për atyme që e shërben që ta, edhe ti e kije edhe këtë punë haram e kije, edhe vazhdon kjo me u bo pjesë e pasurisë tonë që në rrujë Zotit për kësajna, që me të bo haram edhe pasuria komplet, të cilën ti e fiton. Ajo thot fakat utlika ala khamri asmaun kathirat, në thot autori thot se alkooli vetëm se ju ka vendosur disa prej emrave të ndryshëm. Kur thot një prej emrave më interesant ju ka vendosur alkooli është vetëm se një pije freskuese. Kime pati në shumë pije të ndryshme që në esencë nëse janë me lexu për mbajtjen e kanë një përqindje të alkoolit. Përse titulli kryesor me thotë që me iron sy njerëzve është pije freskuese. Pije freskuese përmend autori këtu se vetëm se kjo ka ndodhur te njerëzit edhe është poshtë tek njerëzit. Prandaj më e rëndë është ku vazhdojnë njerëzit për njerëzit dijes, ata të cilët i thonë njëri për njëri dijes, e di Kur'anin edhe di hadithin, vazhdojnë me i bo halal çto pije. Vazhdon edhe me aron se kjo, përveç se e ban halal, vazhdon edhe me reklamu këtë pije. Pa më parasysh, nëse kompania e cila e prodhon të njëjtën pije me alkool, e prodhon edhe që tjetrën që e pat ka veç një përqindje të vogël, atëherë pse pasuria jote me shku në atë kompani e cila i bën të dyja? Pse me leju ti pasuria jote me shku në qatë kompani që e prodhon edhe këto me alkool? Na nuk po zbritni tash diskuzit se është edhe ajo kompletësisht haram, sepse ka pijëtarët në lloj bashkëkohës të cilët kanë çuar rreth kësaj pije, por se besimtari për inteligjencës vet, për edukatës vet, për sjelljes vet, nuk duhet me leju që çika pasuni e tina me shkruhet te çta njerëz. Nuk duhet me leju që pasunia që të cilën ti jep muni për me fitu ato në mënyrë halal, me shkuet tek ta njerëz të cilët vazhdojnë me bu pije ndryshme vetëm duke kontribu në degenerimin edhe poshtrimin edhe duke kultivuar edhe duke programu sjellje të turshme tek njerëzit. Allahu na ruaj personja, Allahu na bëj për atyre që çdo herë mundon me fitu edhe me ushqy veten edhe familjen e tyre me halal. Prandaj thot tjetër që përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që është për shenjat e kiametit, është kur vazhdojnë tek njerëzit edhe me u shfaqën zbukurimi i xhamive. Zbukurimi i xhamive edhe shpenzimi i shumë tek zbukurimi i xhamive. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot nuk ka menduar kiameti përderisa tek njerëzit të hyjnë në qef atyre zbukurimi i shumë i xhamive. Wa min ashrati sa'a, thot edhe për shenjat e kiametit është kur njerëzit vazhdojnë edhe me dhon veten e tyre më shumë duke i zbukuruar xhamit. Është fjala për me zbukuru xhamit ato me lloj-lloj stëlije. Duke shku prej ngjyrës, duke shku prej ndërtimit tyre, duke shku prej ndërtimit minareve të shumta tyre, duke shpenzu pasuri të madhe veç për me ndërtu ato si objekt. Duhet me e ditë besimtari se kjo është prej veprave të mira që nëse ti bësh sebeb për me marrë një xhami dikon. Është prej veprave më të mira që Allah subhanahu wa taala e bën shkak që nëse ti bësh sebeb pasuria jote për me ndihmun në ndërtimin e një xhamie, Allah subhanahu wa taala ta ndërton ty një shtëpinë e xhennet. Porse ajo që është e kërkuar është që me ndërtu një objekt ku besimtarët kanë ku mu fal. Besimtarët kanë ku mu fal. Pastaj jo me shpenzu në to shumë, ndërsa me qatë shumë të cilën ti për e shpenzu me një xhami, ndoshta mundesh me i marru edhe 2 ose 3 xhamia tjera të njëjta. Me shuma e cila po shpenzohet në ndërtimin e një xhamie, po ndodh që nga një herë mundet me kohën barabar me atë shumë e cilat të 2 ose 3 xhamia të njëjta mundesh me i marru ato, e që nevoja për me i pas 3 xhamia është më e madhe se sa me pas një xhami çështë të madhe edhe me pas në to stoli të shumta. Sepse besimtari kur shkon në xhami, nuk shkon aty me i këshyr dritat. As nuk shkon me i këshyr aty fasada që ju ka dhënë asajna. As nuk shkon me i këshyr tepia që ju ka shtruar asajna. As nuk shkon me i këshyr llosteri, çfarë llosteri ju ka mlu, a ku ka i madh ai vogël.
por se besimtari aty shkon për me adhuru Allah subhanahu wa taala. Pastaj xhamit zbukurohen me adhurimin e Allah subhanahu wa taala. Xhamit zbukurohen kur to mbushën safat e musliman. Xhamia 2-3 milionë euro në to namaz sabot e kini sa. Xhamia me miliona gjumun nuk mushet krejt. A ku ka që kish shpenzimi i dur, dhe sa ato pare me pallëdon në shpenzim të davete për me i thirr njerëzit që me musha xhami i shkon më e duhur. Që ato pare shka i shpenzu tepër në to, me i pas shpenzu në mënyrë që me shtri davetin në këtë venet, edhe për me i thirr njerëzit për me i musha të xhami, kishte me qenë më e dur, se të kishmi bu pjesë në ato në ajetin tjetër kur thotë Allah subhanahu wa taala, edhe nëse shpenzoni diçka, shpenzoni atë në rrugën e Allah subhanahu wa taala. Në rrugën e Allahut është më e mira, më e duhur është kur ti vazhdon me shpenzuar ato ku bëhesh sebeb për me i thirr njerëzit të mirë edhe me i largu ata nga e keqja. Shpenzimi më i mirë është kur ti vazhdon me shpenzuar në fëmijët, në gjeneratat e ardhshme që kanë më orë edhe kanë më marrë këtë umet e zonat e tyre, leximi i tyre, Kurani i tyre e zbukuron xhamin. Kurani i çtyre fëmijëve që e bojnë xhami e zbukuron ato. Nuk ka më mirë se ti kur hesh me një xhami edhe shef fëmijë shumë to, ose shef rinj të madhe to. Nuk ka kënaqësi më të madhe se sa kur nin zonat e tyre të fol aty, ose Kurani e tyre të lexu aty. Që kjo është asia e madhe, ndërsa e kundërta hen me një xhami edhe nuk shen to për vetë një gjenerat vjetër edhe nuk shen rinj. Çka duhet për shembull shpenzimi i tepër në tepia dhe mëstera. Allahu na ruaj prej kësaj. Allahu na fal prej kësaj. Prandaj këtë e përmend autori se kjo vetëm se ka vazhduar kohë më hershme me ushfashën, ku njerëzit kanë vazhduar edhe me i dhonën mundit madh ndërtimit edhe zbukurimit të xhamive. E shohim sot në Azi, në tokën e Malezisë, shtetet e Malezisë, shtetet e Indonezisë, apo më herët në Andalus, në kohën e Andaluzisë që njerëzit kanë vazhduar me i dhonë rëndësi të madhe ndërtimit xhamive me shumë minare, apo xhamia sa më e madhe me qenë minarja është vetëm një shkak, një sebeb që me uni e zoni tek më larg ose tek më shumë shtëpia. Nuk është sebeb tjetër i minarës që e zbukuron ti ato. Prandaj, ajo se çka duhet me i dhon mundi, është me i dhon mundin tonë që me i zbukuru xhamia, duke i mush safat, duke i plotsu safat e sajna. E jo duke histori ato me ngjyra të ndryshme. Ajo se çka duhet me dhon mundi është me dhon mundin familjen tonë, te fëmijët tonë, që me i bëu për atyre që kur thirr zoni ai me e ditë që duhet me shku te xhamia. Ai fëmijë me e ditë që duhet me shku te xhamia se duhet më falë tash namaz. Që kjo zbukuron xhamin më shumë ti. Edhe tjetra që e përmend autori që e kemi zgjedhur me përmend sonte është edhe ku vazhdojnë njerëzit edhe me ushtyje në ndërtimin e shumt. Ndërtimi i shumt, ndërtesat e larta, ku ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin sa'uhaddithuka an ashrati as-sa'a." Thot unë kam ju tregu juve për shenjat e kiametit, fa dhakara minha wa idha tatawala ar-riya'u bahayin fi bunyan fa dhaka min ashratiha. Thot ku vazhdojnë njerëzit të cilët më herët janë kon çoban, më herët janë kon për atyre që kanë majt bakti, vazhdojnë këta me ushtyje në ndërtimin e lartë, atëherë dije se kiameti, dije se dita vetëm se është afër. Wa anta ra'al hufatu al-uratu al-'alatu ar-riya' shifa yatawaluna fi bunyan, thot në starin e muslimit, thot se kur kimi po njerëz të tillë kanë rujt dele, janë kon për atyre që janë kon çoban dhe kanë majt bakti, duke ushtyje, duke secili po bën bakti, cili po bën ndërtesa më të larta. Ai thotë Abdullah ibn Abbas thotë se ja Rasulullah, wa man ashabi ash-shay wal hufatu al-jiyal 'ala, thotë kush janë këta persona, o i dërguar Allah, kush janë këta njerëz të cilët vetëm se janë kon për atyre që kanë majt bakti edhe po shtyjnë në ndërtimin e lartë, thotë kale el-arab. Thotë këta janë për njerëzve arab. Këta janë për arabëve. Ata të cilët janë rritë në shkretin, edhe janë kon për atyre që nuk kanë pas diçka tjetër më shumë, por janë kon çobane që kanë marrë bakti, nuk kanë ditë diçka për shkrimin ose leximin, nuk kanë ditë diçka për më tepër, edhe kanë vazhduar këta, kur kanë vazhduar këta me ushtyje se cili po bën ndërtesë më të lartë. Sot e ki e shembull më të qartë, ajo se çka e shohim në rrjetet sociale që si njerëzit për arabë në shtetet e ndryshme të Arabisë, ata vazhdojnë me ushtyje se kush po bën ndërtesë më të lartë, se në cilin shtet të Arabisë po bën ndërtesa më të lartë në botë, ndoshta në atë nuk ka asnjë njerëz që bën ato, e nëse shkon në sen se kush është investitor i kësaj ndërtese, kimë pas se nuk u kon diçka tjetër, vetëm sa ai i cili u kon për aty që ka pas baktia që në shkretin, edhe ka rujt edhe fiqi tina nuk janë kon që janë njoh diçka për njerëz me nant madh ose nuk janë njoh diçka për njerëz të ditur,
pas për njerëzve që kanë pas bakti të shumë. Këto e kime gjetën vetëm se të arabët të cilët vazhdojnë hala me ushtrye në ndërtesat e larta. Andaj kjo rrecet e arabët, kjo ka vazhduar edhe është shfaqur edhe në popullin tonë edhe në trojet tona ku po ka për njerëz biznesmena ndryshëm se ndoshta me hije me fol diçka më shumë nuk ka ndoshta dy rresha dikun të lexuam, por se vazhdojnë me ushtrye në ndërtime të larta, nevojë dhe pa nevojë. Nevojë dhe pa nevojë. Andaj kjo kur thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur kimi pa këta njerëz, të cilët nuk kanë pa diçka tjetër më shumë, nuk kanë kon diçka tjetër më shumë se sa çoban, duke ushtryer në ndërtim në ndërtesa të larta se kush po ndërton më shumë, atëherë thot vetëm se pritet ditën e gjykimit edhe pritet kiametit kur ka menduar tek njerëzit. Andaj ne lutim Allah subhanahu wa taala që më na dhon akide të pastër, më na dhon menhesh të pastër, më na dhon për atyre që do të jenë për menhesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Lutim Allahun që gjatë kohës të fundit Allahu më na rrit imanin tonë dhe më na bëj për atyre që çdo herë janë kapur për librin e tij dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lutim Allahun që më na rrit ne dhe familjen tonë dhe gjithë muslimanët deri në ditën kur Allahu jep urdhë shpirtit me dal prej trupit tonë. Allahu mos e mundsof me dal shpirtin ndryshe vetëm se duke qenë besimtar në fenë e tina. Aqulu ma tasma'una wa ana khalfa wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.